Po pse, hoxhë, sot njeriu në këtë kohë moderne është gjithnjë e më shumë i lodhur shpirtërisht? Cila është e jetë e vështirë, ose si është ajo jetë e vështirë të cilën e jeton që e ka njeriu, është ajo se njeriu në brendinën e tij, në gjoksin e tij, ndjen një shtëngim, një shqetësim, mërzi, brenga, probleme. Po pse e gjithë kjo? Për shkak të stërngarkimit të njeriut me mëkate, me gjuna, me harame, si shkak i dhënjes mas jetës materiale, jo në atë aspekt se nuk duhet të punoj me të levin, subhanallah, se Islami është të cilë e mëson, por të jepesh që shumë kësaj jetë, kësaj bote që është kalimtare, t'ja kthesh shpinën asaj bote që është e përheshme, edhe që shumë me pas një shpresë afatgjate, normal kjo ja rëndon shpirtin njeriut. Pra, ankthi, zbrastia, lodhja, krejt këto pa pikë dyshimi, lodhja shpirtërore janë pasojë